mendoj që gjendja aktuale e fëmijëve me nevoja të veçanta është në një gjendje mesatare të themi. Nuk është që nuk janë të punu institucionet vendore, por çdo herë ka vend për të kërkuar. Mund të them që me angazhimin e Ministrisë së Arsimit që ka investu shumë në nivelin e 5 përgatitjen e asistentëve për fëmijë me nevoja të veçanta, kjo tregon që jemi drejt hapit për një shoqëri gjithëpërfshirëse. Po ashtu edhe me angazhimin e shkollave të rregullta komunës, drejtorive të arsimit në mbar vendin, edhe aty shihet një interesim nga ana e mësimdhënësve, drejtorëve, asistentëve, pedagogëve që sa më shumë të ofrohet mbështetje fëmijëve me nevoja të veçanta, apo çdo herë duhemi mos të ndalemi, po të kërkojmë edhe më tepër, se në fund të fundit nëse mbështesim fëmijët me nevoja të veçanta, mbështesim të shoqërinë. Sipas statistikave mund të themi që shkon deri në afër 4.000 nxënës që janë duke përfshirë në shkolla të rregullta. Në qendrat burimore dallon, domethënë shkon numri 300. Edhe kjo dallon në 6 qendrat burimore sepse bazë të specifikave. Në qendrën burimore në përparimi kemi mbi 100 nxënës, kryesisht janë nxënësit të cilët do të ndjekin mësimet, nxënësit me nevoja të veçanta intelektuale. Pastaj kemi edhe në Prizren 2 qendra burimore, njëra është për nxënësit me nevoja të veçanta intelektuale dhe tjetra është për ata shurdh me mencët. Pastaj është edhe qendra burimore Gjeladin Deda, e cila u dedikohet nxënësve me probleme në të parur dhe të verbër. Dhe është po ashtu në shtimi qendra burimore, e cila po ashtu është me fëmijët me nevoja të veçanta intelektuale. Nxënësit me nevoja të veçanta, të cilët janë të integruar në shkolla të rregullta, në klasa të rregullta, kërkojnë mbështetje dhe çdo herë duhet të kenë parasysh që duhet të kenë asistentin, sepse nëse llogaritim numrin e nxënësve tipik që shkon zakonisht në shkolla, sidomos në shkollat e Prishtinës, mbi 30 nxënës, kjo tregon që një mësuese nuk mund t'ia dalë me nxënës 30 dhe tutje dhe po ashtu të ketë edhe për krah vetes edhe nxënësit me nevoja të veçanta. Dhe për këtë arsye apeloj institucioneve, komunave që sa më shumë të bëhet punësimi i asistentëve në shkollat të rregullta, sepse asistent luajnë një rol kyç në mbështetjen e nxënësve me nevoja të veçanta në shkollat të rregullta. Kushtet janë të mjaftueshme? Unë mendoj që kushtet nuk janë edhe të mjaftueshme, sa ne i shohim si ekspert të kësaj fushë që jemi, sepse në disa shkolla mungon ndoshta edhe pjerina të duhura ku një nxënës me nevoja të veçanta duhet të ketë qasje, dhe kjo mendoj që duhet të mirët seriozisht nga institucionet, sepse nëse nuk ja osigurojmë kushtet themelore vetëm për qasje, atëherë çka presim tutje, dhe pastaj është çdo herë ajo kërkesa që të ketë mbështetje nga asistentët, sepse nëse një fëmijë me nevoja të veçanta ndjek mësimin brenda një klase, atëherë mund të themi që kemi bërë gjithëpërfshirje në kuptim jo vetëm fizik, po dhe pedagogjik. Duani nuk dhe të shkruante. Ai mendonte se në fituar asaj të shkruante, sepse mund të kërkiste fort dhe të tregon të dhënë. Derisa një ditë bëri një gabim. Duani kishte lëvizur me nxitim dhe ka kuptuar se kishte vendin e leximit të anexës. Ai e dinte se kishte bërë zhvillime foljeje, por të bukur. Majmun, me shkruaj një letër për Luaneshin. Kam nevojë t'i kërkoj fal. S'ka problem, të ta bëj falën më se në gjungë.
Thank you.